A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takojnë Allahut xhaleshanuhu. Salavatet dhe selamet qofshin mbi profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi shokët e tij besnik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tema që dua të flas sot është pikërisht një ndër problematikat e kohës. Sfidat e rinisë muslimane në kohën moderne. Rinia është mosha e forcës, ëndrave dhe vendimeve që e ndërtojnë të ardhmen. Në këtë periudhë formohet karakteri, besimi, morali dhe drejtimi i jetës. Por sot, rinia muslimane jeton në një kohë me shumë sprova që e rrezikojnë fenë, moralin dhe karakterin e tyre. Një nga sfidat më të mëdha është presioni për të përshtatur me shoqërinë dhe kulturën e trojeve tona që shpesh bien ndesht me fenë islame. Por nga ana tjetër kuptojmë se asnjëra prej këtyre dukurive negative nuk është tradicionale, pra nuk vjen nga të parët tanë. Dhe nga kjo konkludojmë se janë mediat dhe rrethi shoqëror atë që e bën të riun të tepërohet nga feja e tij. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thotë: Ja ejuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe jini me të sinqertët. Pra, shpëtimi i vërtet në këtë botë dhe për botën tjetër është shoqëria e mirë dhe qëndrueshmëria në të vërtetën. Humbja e kohës, shpërqendrimi, rrjetet sociale dhe argëtimet e tepërta e bëjnë që rinia të harrojë qëllimin e jetës. Po ashtu, Allahu xhaleshanuhu në surën Asr betohet në kohën ku thotë: Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr. Pasha kohën, njeriu është në humbje, dhe jo rastësisht pas kohës potencohet humbja, sepse me të vërtet njeriu është në humbje për kohën se si dhe ku e kalon atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: robi do të pyetet për rinin e tij se në çfarë e ka shpenzuar atë. Ndërkaq, në një transmetim tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush rritet në adhurimin e Allahut në moshë të re, ai do të jetë në hijen e arshit ditën e Kiametit. Kjo tregon se rinia e shfrytëzuar për hir të Allahut ka shpërblim të madh. Po ashtu, ai që në moshë të re lutet, bën vepra të mira, ai do të jetë në hijen e arshit. Hija e arshit simbolizon siguri, shpërblim nga ana e Allahu xhaleshanuhu për robin e tij, i cili e luftoi me sfidat që u përball në jetë. E pse e tha pejgamberi alayhis salam këtë? Për t'i treguar rinis vlerën e madhe të adhurimit në këtë fazë të jetës, për të motivuar të rinjt që ta kalojnë rinin e tyre me fe, iman dhe besim, sepse kjo kohë nuk kthehet më. Për të nxjerrë në pah se mosha e rinis është periudha më e mirë për të ndërtuar karakterin, moralin dhe besimin. Sfidat janë të shumta, por forca e rinis është e madhe. Kur i riu lidhet me Allahun, Kur'anin, Sunetin dhe xhamin, ai e ruan fen e Allahut dhe do të ketë shpërblim të madh në këtë botë dhe në botën tjetër. Rinia muslimane nuk duhet të ndikohet nga koha, por ta udhëheq kohën me iman, vepra të mira dhe moral. E lut Allahun të jemi pjesë e rinisë së devotshme, të udhëzuar dhe të jemi të dobishëm për familjen dhe shoqërinë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.